Naim Murseli pretendon se s'ka qenë kur dashamirës i armëve, madje për herë të parë ngre alibin absurde se blerjen e pistoletës së bashku me Granit Plavën e kishte bërë që të ndihmonte financiarisht këtë të fundit, pa dhënë më pas një shpjegim se si ka mundësi që me të njëjtën pistolet ishte vrarë dhe bashkëshortja e tij. Por kjo foto e publikuar në rrjetet e tij sociale tregon që jo vetëm që ishte dashamirës, por dhe një frekuentues i rregullt i poligoneve të qitjeve me armë. Cila ka qenë tema bisedës? Çka keni folë? Jo, thjesht kemi folë për shëtitje, medal. Një revole që është bleje, e di që ka qenë ai zotëniu dënuar për atë vepër penale. A mundesh me tregue çfarë mënyre u zhvillu biseda për blerjen e asaj revole, edhe cili ka qenë motivi kryesor i blerjes? Absolut. Ajo arme është blerë në mënyrë krejt spontane, me të vetmin qëllim përshitje nga ona e Granit Plavës, sepse unë e desha që i ka kushtet matrona ekonomike dhe kur ai shitsi i armës na ofroi përshitje, Graniti ishte i interesu edhe më thot që këto thot unë e shes të nesërmen dyfish dhe për atë qëllim është blia e arme. Vetëm përshitje, as gjë tjetër. Po ashtu shitsin nuk e kom njohur, as nuk e kom takuar ndonjëherë më parë. Dhe sa i përket armeve, ashtu siç ka deklaruar edhe baba im, unë kurrë nuk i kom dashur armet. Edhe Leonardi mundet me vërtetu që asnjëherë nuk më ka pa me arme ndonjëherë, edhe e din shumë mirë edhe Leonardi që asnjëherë s'kom qenë interesuar pas armeve. Edhe diçka vetëm se harrova se para blerjes së armes. Siç thash, ajo ka ndodhur krejtësisht spontanisht, por arsyeja pse shkuam ne aty ishte sepse goma e kerrit ishte shpërthyer nga ona ime dhe vetëm rastësisht e kemi gjetë atë servis në fshat aty ku ishte dhe ai na ndihmoi dhe madje edhe e pagova për ndihmën. Dhe ashtu ndodhi, domethënë blerja krejtësisht spontanisht, nuk kom pas asnjëherë qëllim unë me blerje një armë dhe mu vra gruaja ime me atë armë. Asnjëherë. Kur vrasjen e gruas sime nuk e kom mendu. Familja Ademaj më njeh shumë mirë, sepse edhe tezja ime është e martuar aty. Dhe e din shumë mirë se unë nuk kom qenë asnjëherë në jetë problematik, kriminal, drogerash, unë as cigare nuk pi, as alkohol. Murseli mohon dhe atë që shihet qartas në kamerat e restorantit, shenjat që ai bën ndaj Granit Plavës dhe që e kishte parë se si ai ishte në të njëjtin vend ku Murseli po darkonte me familjen e tij. Unë kur kom shku në Etnokuqa me Lirdonën dhe fëmijët, unë asnjëherë nuk e kom pa Granit Plavën. As mbrapa me makinë, as fizikisht. Ne kemi shku për darkë, si gjithmonë, edhe një javë më herët kemi qenë po të njëjtin restorant, unë në Lirdona, prindërit e saj, edhe fëmijët, vetëm një javë më herët kemi qenë aty së bashku të gjithë, por atë natë me 29 nëntor, unë kur kom shku në Etnokuqa, do të thotë, unë nuk e kom pa Granit Plavën asnjëherë, as në restorant, as jashtë restoranit, as makinën dhe ajo video që ishte ajo s'ka asgjë lidhje me ndonjë shenjë apo diçka, është komplet absurde. So kohë ke qëndruar në atë restoran? Ndoshta 30 apo 45 minuta. Dhe nga aty i kom thonë Lirdonës atë shkojmë në Prishtina Mall dhe më thotë jo, du me shku në shtëpi, thotë se jam lodh. Edhe prandaj jemi nis për shtëpi. Lirdona 3 ditë
para asoj darke, do të thot ishte të familja saj në Racaj, dhe kur unë isha në Gjakov, Liridona me thirë, pa prit, pa ndonjë kështu paralajmërim, më thirë, thot, unë e kom marrë, thot, në Prishtinë, kishte shku të shtëpia, po nuk më kishte njoftua që po niset apo diçka, dhe pa prit me më thirë, thot, ku je, thot, thash jam këtu në Gjakov, i tregoj jam në një shok të kushtrimit, kështu. Thot, unë thot, kom ardhur në Prishtinë. Edhe me njëherë, kur më ka thonë që i kom ardhur në Prishtinë, unë i kom thonë Granitit, mu më duhet më kthy te shtëpia, sepse më ka ardhur gruaja dhe fëmia. Dhe ai më ka thonë edhe unë kom shku në Prishtinë. Me këtë akuzone se keni pas një marrëveshje me dy të akuzuar tjerë, me privu nga jeta të ndjerën. Larg qoftë. Çka kapi kësaj çështje? Mund të çfarë shpjegimi ki? Përgjigjja ime është nuk ka asnjë marrëveshje, as paraprak, asnjëherë nuk ka marrëveshje për me vrarë Liridonën. Për kthimin në shtëpi pas darkës në restorant, Naim Murseli tenton të fajsoj Liridonën teksa thotë se ai i kishte thënë që të shkonin në një qendër tregtare dhe ajo nuk kishte pranuar. Detaj tjetër që kërkoi të evidentohej me një sjellje manipulative dhe suggestionuese ishte që ai kishte mbushur makinën e Liridonës plot me karburant, makinë të cilën sipas tij u kujdes ta theksonte se e kishte përdorur duke konsumuar karburantin Leonardi vëllai i saj. Lëvizjet e tua pas darkës, cilat ishin? Që, ju tregoj unë. Pas darkës, kemi, si thash, e pyeta Liridonën a dëshiron me shku në Prishtinë mall, dhe nuk deshti, ishte e lodhur. Po, ishte e lodhur, dhe u kthyem në shtëpi. Dhe rrugës, për një shtëpi, fillimisht jemi ndalë në shell. Vetëm pak nga dalë, na im sa ashtu e shku. Po, më fal. Dhe më nisur për në shtëpi. Rrugës e më ndalë në shell. Po? A ditë, ne ishim me veturën e Liridonës, veturë të cilën unë ja kum bleja asaj një vit më herët. A ditë apo një ditë më herët e kishte përdorur Leonardi, me sa kuptova, dhe e pash që nuk ishte naft, dhe jemi ndalë në shell, para se me mbri të shtëpia, jemi ndalë në shell dhe e kom mush kerën në full. Që Liridona mund ta ketë për këtë javën ta përdor. Dhe e kom mush në shell, bile kom prit që kanë më shfaq ato pamje, por nuk i pash. Dhe nga aty jemi nis në shtëpi dhe rrugës më thot Liridona, para se me mrite marketi, me thot mund dal me ble vezë. Dhe unë siç e ka pohu edhe dëshmitari pronari i marketit, jam dal dhe kom hyrë mbrana, kom ble vezë. Edhe ai pronari mi dha do çokolada për fëmijë, mi ia dhon fëmijëve dhe mi ia u dhash. E la vezë mrapa në këpek edhe nisëm. Kom vazhdu në drejtim të shtëpisë. Të shtëpisë në Bernicë, po. Nuk e di sa 500 metra, po ashtu diçka nuk e di. Para se me mritë shtëpia do thot, pa prit mas nga una e majt e ime, nga therrat, apo si mi quajt ato, del një person i maskuar në mes të rrugës, duke drejtuar armën në drejtim tonin. Qysh ishe tullur ju në automjet? Unë isha vozic, Po? Liridona pasagjere, fëmija ishte mbrapa. Fëmija mbrapa. Mbrapa. Po. Edhe? Edhe
Lirdona thotë o ku hajnat apo hajni, nuk e di diçka kështu. Edhe une e ngadalsoj, i qoj dur këtë kohën kështu, e nali makinën, i qoj dur këtë kohën, dhe personi maskuar afrohet do të thotë ishte në mes edhe vjen te dritarja ku ishte Lirdona ullur. Lirdona e hap dritaren se e hap dritaren gjys apo nuk e di sa, dhe unë i kisha paret në xhep sepse kulet nuk komojt kur, smoj. I kisha paret çka i kisha në xhep edhe telefonin dhe ato i adhon, ai e zgat dorën edhe i merr ato, telefonin tem, paret, telefonin jo, paret, edhe telefonin ja e Lirdona vetin edhe paret, edhe Çfarë sasie tolla ka qenë? Çfarë shumë? Nëse e di, rrofësisht jo. Nuk e di, disa qindra euro. Jo më shumë. Jo më shumë, a? Jo. Unë kom mendu që grabitja po bëhet për veturë, sepse mu, siç thash, më doli një person përpara, nuk ka qenë i parkum automjeti ti apo diçka që unë e kom pa që është me makinë, unë e kom mendu që po grabitet vetura. Dhe kjo është edhe arsyeja pse kom dalë prej veturës. Kur kom dalë nga vetura, më ka thonë telefonin dhe e kom zgat dorën mi tavan të kerrit, dhe më thonë e ka morë telefonin tim. E kom hap derën e kerrit të fëmijëve, fëmija kanë ngajt, edhe unë kom ngajt pas tyre. Tu mendu që kur të largohem unë, ai lëshon rrugën prej Lirdonës edhe del e merr kerrin. Kjo ka qenë mendimim, se pas vetëm disa sekonda, kom dëgju krismën, mu ka ndodhur si 2 krisma në atë moment, dhe kom mendu që është po shton në drejtim tonin. Dhe nuk kom guxu më kthy mrapa, kom vazhdu me ngajt me fëmijë, dhe kur po shoj, do thot pas disa sekonda prap, e kthej kokën mrapa, e shoh se nuk është Lirdona askund. Dhe në atë moment vjen një vetura e zezë, ajo që ishte në pamje. Në atë moment, makina vjen në drejtim timin edhe të fëmijëve. Ishte shumë afër për me na godit. Nuk e dija humbi kontrollën apo pse, por ashtu ndodhi edhe vetëm i kom kap fëmijët, edhe në moment e ka kthy vollonën edhe ka vazhdu drejt, por në shpejtësi të madhe. Dhe në atë moment ka qenë po ashtu i maskuar, i nderuar trup gjykues. Unë në akt akuz akuzohem që e ku majt me dorë gruan time momentën e saj të fundit të jetës. Unë ju betohem me dorën e djathtë apo zor që ke majt ato dorën e majt, që të thonë dheshta me të pyet, po të jepes fëmijën. Do thonë me dorë të djathtë. Unë ju betohem në 2 fëmijët që i kam. Ju betohem që në emër sele as në makinë nuk ka qenë në momentin kur është vrarë Lirdona, as unë as fëmija. Ju betohem, kjo është vetmja e vërtet. Ajo që e thot prokuroria është shpifje. Kur deshta më kthy te Lirdona, fëmija nuk malçojshin dorën se u tutëshin, edhe kanë qenë 3 shtëpi aty. Dhe unë vrapoj tek dyert e shtëpive dhe i mshoj aty dyrve, edhe bërtas, nuk e hap askush. Tash ju shpjegoj pse kom vrapu te marketi, sepse do thot në ato 3 shtëpi nuk doli askush. Nuk na hapi derën askush, doli një gru në shtëpinë e fundit, doli një gru në dritare, e moshume ishte, dhe i thëm lajmëro policin, dhe ajo më thot nuk di, thot, ishte e moshume, nuk e di, edhe kjo është arsyeja pse tani kom vazhdu të marketi, sepse nuk mora ndim aty. Cila ishte komunikimi me pronorin e marketit, çka ke kërku nga ai? Nga pronori i marketit kom kërku milion fëmijë aty, më kthyun te vetura. Dhe ai më thot jo, thot mos shko, tash vjen thot policia, dhe e kom prit policin, dhe se bashku me polici kom shku në vendngjarje. Por nuk më kanë lënë me dalë prej veturës. Ajo që nuk di si tasajoj kur thot se kishte menduar se po e grabisnin për veturën, është kontradikta që ati i kishin kërkuar parat dhe telefonat, ndërsa në asnjë moment grabitsi nuk kishte kërkuar në mënyrë eksplicite apo të tërthort
të dilte nga automjeti. Dhe çuditërisht, ai vetë në këtë version të radhës me iniciativën e tij, përpara armës, pa komandën e grabitësit, hap derën e makinës, del nga mjeti dhe në këtë moment grabitësi nuk ankohet pse Naim Murseli del nga makina në atë errësirë, nuk friksohet se çfarë mund të bëjë Naim Murseli në ato momente, por i kujtohet që t'i kërkoj dhe telefonin e tij personal. Tingëllon e çuditshme për një grabitje të armatosur një veprim i tillë. Sërish këtu duket se dëshmia e tij është tërësisht kontradiktore me atë të Granit Plavës. Ky i fundit ka deklaruar se nuk e ka marrë as telefonin e Liridonës dhe as atë të Naim Murselit. Në këtë pikë, Naim Murseli nuk shqetësohet fare për Liridonën, por largohet me 2 fëmijët dhe në hipotezën e mendimit që pretendon se e ka krijuar në mendjen e tij, ka pritur që pas largimit të tij me fëmijët, grabitësi që kishte ndërmend të merrte makinën të lironte dhe Liridonën. Shumë i çuditshëm dhe ky veprim i shprehur nga ana e tij.